Falënderimi I takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet Allahu Gjelle Gjelaluhu qofshin për më të mirën e njerëzimit, mbi vullën e profetëve, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O robër të Allahut, friksoni Zotit tuaj të lartësuar, pasi frika ndaj Allahut në këtë dynja është kuror nderi ditën e gjykimit, kur të gjithë do të dalim përpara Allahut, Zotit dhe krijuesit ton. Robër të Allahut, Ramazani po vjen, por a jemi gati në këtë kohë ku gjithçka na merr vëmendjen përveç Allahut? Ne jetojmë një kohë ku gjithçka është e shpejtë. Lajmet, teknologjia, rrjetet sociale, bisedat, dëshirat, ndërkohë që përgjigja jonë ndaj urdhave të Allahut është e brisht, e avasht dhe me përtesë. Jetojmë në vitin 2026 ku njeriu ka gjithçka në dorë, por shpesh ai e humb zemrën e tij. Ka shumë informacione, por ka pak udhëzim. Ka lidhje me çdo gjë, por ka humbur lidhjen me Zotin e tij. Allahu I madhruar nuk na thërret vetëm të veprojmë, por ai na thërret që të ndalemi dhe të reflektojmë. Allahu I madhruar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah." O ju që keni besuar, keni frikë Allahut dhe le të shikojë çdo shpirt se çfarë ka përgatitur për nesër, dhe keni frikë Allahut. O ju besimtar, pyetja sot nuk është vetëm a do të arrijm Ramazanin, por në çfarë gjendje do të arrijm atë? Me zemra të pastra apo me mendje dhe shpirtra të mbushura dhe të ngarkuara nga haramet që shohim dhe dëgjojmë çdo ditë? Me gjuhë që përmend Allahun apo që lodhet nga thashethemet, polemikat dhe grindjet virtuale? Me plan për ibadet dhe adhurim apo me shpresën e rreme se Ramazani do të na rregullojë vetë? Ramazani nuk I shpëton ata të cilët janë të paprgatitur. Ai ose të shëron, ose të zbulon gabimet dhe tmetat, ose të ngreje në grada, ose do të dëshmojë kundër teje. Prandaj, para se të na vijë Ramazani tek ne, le të afrohemi dhe të shkojmë ne për tek Allahu. O ju besimtar, në një botë ku vdekja vjen pa paralajmërim, kush nga ne garanton se ky nuk është Ramazani I fundit? Ramazani nuk është zakon që përsëritet, por ai është një mundësi që mund të mos kthehet. Nuk është vetëm uri dhe etje, por është shpëtim ose humbje. Kush hyn në Ramazan pa pendim, rrezikon të dalë prej tij pa falje. Kush hyn në Ramazan pa plan, rrezikon të dalë prej tij I njëjtë, madje edhe më I lodhur. Prandaj, pyesni veten sot para se të vijë Ramazani. A ka ende mëkate që nuk I kemi lënë? A ka namaze që ne I shtyjmë apo nuk I falim për shkak të neglizhencës, telefonit, lojës apo të ngjashme? Apo e shfletojmë Kur'anin? Apo atë e ka zënë pluhuri? Dhe ne kemi zëvendësuar me leximin e çdo gjëje përveç tij? A ka zemra jonë ende smira, mërira, mendimasi, kryenësi? A ka ende zemër që nuk I është përullur Allahut? O ju besimtar, ndaluni për një çast në këtë botë të zhurmshme dhe pyesni veten: si ishte Ramazani im I kaluar? A u ndjeva më afër Allahut pas këtij Ramazani, apo gjithçka përfundoi me Bajramin dhe me disa postime gëzuese në rrjetet sociale? A ndryshoi namazi im, morali im, shikimi im, apo ndryshoi vetëm orari I ushqimit? Sa Ramazane kemi jetuar, por sa pak kemi ndryshuar. Sa Ramazane kemi agjëruar, por zemra jonë ende ka ngelur e njëjtë. Robër të Allahut,
Po na afrohet një musafir i madh, Ramazani. Por pyetja që duhet të djegë zemrat tona është: a do të na gjejë Ramazani gjallë e të gatshëm për ta agjëruar? Dhe nëse na gjen të gjallë e të shëndetshëm, a do të na gjejë të zgjuar apo të humbur? Sa njerëz ishim me ne në Ramazanin e kaluar, por sot ata janë vetëm kujtim. Sa fytyra mungojnë sot në xhami, sa zëra janë shuar papritur. Në Ramazan, vëllezër dhe ju motra hapen dyert e xhenetit. Por pyetja është, në këto dyert të hapura, a do të jemi ne ata të cilët ecin drejt tyre e të hyjnë në to? Në Ramazan mbyllen dyert e zjarrit, por a do t'i mbyllim ne rrugët që na çojnë drejt tij? Në Ramazan shejtanët prangosen, por kush do të prangos epshin, dëshirën, pasionin, egon, tekat, shikimin, gishtin ton mbi ekran që lëviz majtas e djathas dhe zbulon çdo gjë? Nëse ne vet nuk do t'i luftojmë, atëherë kush do t'i luftojë? O ju që e doni Allahun, përgatituni për Ramazanin para se Ramazani të vijë. Pastroni zemrën me pendim, ndriçoni shtëpinë me namaz, gjallëroni shpirtin me Kur'an, jo vetëm si audio, por si udhëzim jete. Vendosni sot një synim dhe qëllim të sinqert, se ky Ramazan nuk do të jetë si Ramazanët e tjerë. Ky Ramazan do të jetë kthes, ndryshim, ndoshta shpëtim, ndoshta do të jetë Ramazani im i fundit. O ju besimtar, kush humb Ramazanin, çfarë shpresë i mbetet më pas? Ndërsa kush fiton në Ramazanin, çfarë pishmani mund t'i mbes? Me ardhin e Ramazanit, Allahu ju hap një derë nga dyert e xhenetit, ndaj mos e vononi pendimin, mos e vononi ndryshimin, mos e vononi kthimin tek Allahu. Ndaj e shoh të arsyeshme që t'i jap disa porosi si ta presim Ramazanin në kohën tonë. Njihe vlerën e Ramazanit. Në një botë që e relativizon gjithçka, ai nuk është muaj rutinë, por muaj falje, ngritje dhe shpëtimi. Mëso rregullat agjërimit, sepse agjërues ka shumë, por të pranuar janë pak. Lehtësohu nga barra e mëkateve, sidomos ato që janë bërë normale në shoqërinë e sotme, sepse ato janë pengesa më e madhe e bereqetit. Bëj një jetë të sinqertë dhe vendosmëri reale, pasi Allahu nuk sheh në format tona, fjalët tona, postimet tona, por shikon zemrat dhe veprat tona. Le të kemi një përgatitje psikologjike dhe shpirtërore. Qëndro me veten, folja sajt për Ramazanin dhe jo vetëm për iftarin. Shtimi lutjes. Le të shtojmë lutjen, duan, sepse pa ndihmën e Allahut, asnjë plan nuk ka vlerë. O Allah, na bëj të mundur të arrijmë Ramazanin. O Allah, na e bëj Ramazanin dëshmi për ne dhe jo kundër nesh. O Allah, Zoti ynë, na fal para Ramazanit, na fal në Ramazan dhe na fal pas Ramazanit. O Allah, na bëj për atyre që do të hyjnë nga dyert e xhenetit pa llogari. Amin.